Rikthimi i Elionës në shtëpinë e Big Brother Kosova shënon një nga momentet më emocionale dhe më domethënëse të këtij edicioni. Pas një periudhe shqetësimi, pasigurie dhe pritjeje të gjatë, lajmi se ajo është kthyer në gjendje të mirë shëndetësore nga Spitali Amerikan ka sjellë lehtësim jo vetëm për banorët e shtëpisë, por edhe për publikun e gjerë që e ka ndjekur rrugëtimin e saj me vëmendje dhe ndjeshmëri. Gjithçka nisi pa pritur. Brenda mureve të shtëpisë së Big Brother, ku zakonisht dinamika karakterizohet nga debate, emocione të forta dhe përplasje karakteresh, situata e Elionës solli një ndalesë të heshtur. Një moment kur loja u la mënjan dhe njerëzorja mori përparësi. Largimi i saj drejt Spitalit Amerikan u shoqërua me pasiguri, me pyetje të shumta dhe me një heshtje që fliste më shumë se çdo fjalë. Spitali Amerikan u bë për disa ditë vendi ku shpresa dhe profesionalizmi u ndërthurën. Aty, Eliona mori kujdesin e nevojshëm mjekësor, nën vëmendjen e një stafi të specializuar, duke kaluar çdo procedurë me qetësi dhe durim. Burime pranë produksionit konfirmuan se gjendja e saj u stabilizua shpejt dhe se reagimi ndaj trajtimit ishte pozitiv, çka hapi rrugën për një rikthim të sigurt në shtëpinë më të famshme në Kosovë. Rikthimi i saj nuk ishte thjesht një hyrje fizike në shtëpi. Ishte një kthim emocional. Hapat e Elionës në pragun e derës së Big Brother mbartnin një simbolik të fortë, rikthimin e forcës, të vullnetit dhe të dëshirës për të vazhduar aty ku e kishte lënë. Banorët e pritën me përqafime, me lot gëzimi dhe me një ndjenjë solidariteti që rrallëherë shihet në një format kaq konkurrues. Për disa çaste, shtëpia ndryshoi frym. Zërat u ulën, debatet u shuan dhe vëmendja u përqendrua tek një gjë e vetme, mirëqenia e Elionës. Ky moment tregoi se përtej lojës, strategjive dhe nominimeve, Big Brother mbetet një eksperiment njerëzor, ku shëndeti dhe jeta janë mbi çdo rregull loje. Vet Eliona, e qetë dhe e emocionuar, falenderoi publikisht stafin mjekësor të Spitalit Amerikan për kujdesin profesional dhe njerëzor, si dhe produksionin për mbështetjen e vazhdueshme. Ajo theksoi se kjo përvojë e ka bërë më të fortë dhe më të vetëdijshme për rëndësinë e shëndetit mendor dhe fizik, sidomos në kushte presioni të vazhdueshëm si ato të Big Brother. Publiku reagoi menjëherë. Rrjetet sociale u mbushën me mesazhe mbështetjeje, komente pozitive dhe urime për shërim të plotë. Shumë ndjekës e panë rikthimin e Elionës si një shembull force dhe qëndrueshmërie, duke e konsideruar atë një nga figurat më njerëzore të këtij edicioni. Përkrahja e publikut u kthye në një energji shtesë për të, një motivim për të vazhduar rrugëtimin e saj me më shumë qetësi dhe fokus. Nga ana tjetër, produksioni i Big Brother Kosova u vlerësua për mënyrën se si e menaxhoi situatën, duke vendosur shëndetin e banorëve mbi çdo nevojë televizive. Ky vendim përforcoi besimin e publikut se formati nuk është vetëm spektakël, por edhe përgjegjësi. Rikthimi i Elionës nga Spitali Am